sa më gjatë, por unë mendoj se kësaj radhe situata ka ndryshuar, rregullat e lojës kanë ndryshuar dhe ose duhet që të kemi një marrëveshje politike në mes të lëvizjes dhe vendosje dhe ndonjëherës prej partive opozitare të cilat janë më të mëdha dhe në këtë rast e kanë fjalën për Partinë Demokratike të Kosovës apo Lidhjen Demokratike të Kosovës, unë mendoj që edhe në qoftë se votohet Glauco Muca për kryeministër, edhe në qoftë se sigurohen 61 vota në Parlamentin e Kosovës, prapë do të kemi një qeveri të pakicës dhe prapë do të jemi në krizë vitin e ardhshëm sepse do të kemi zgjedhjen e presidentit dhe kur duhet të sigurohen minimumi 2/3 të votave dhe kësaj potencialisht do të kemi prapë zgjedhje qendrore. Pra, unë mendoj se këto lëvizje taktike të Albin Kurtit janë vetëm të momentumit dhe të shikohet eventualisht se cilën datë ta zgjedhin partitë politike për të shkuar në zgjedhje sepse fundi po dihet dhe në asnjë mënyrë nuk e besoj se do të kemi një bashkëpunim le të themi ndërpartijak për të krijuar një shumicë qeveritare në parlament dhe të krijohen institucionet legjitime dhe të ecin tutje sepse edhe ashtu ju e patë edhe raportin e progresit nga Komisioni Evropian në dallim prej Shqipërisë, përkundër që ka disa mangësi, ka disa rekomandime, e shihni progresin e Shqipërisë si po ecë në drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, kurse raporti progresit për Kosovën thekson shumë mangësi dhe në mesin e tyre edhe krizën institucionale. Kështu që unë mendoj se një herë për gjithmonë duhet të thirrët mendjes dhe të ecin tutje. Ndalemi pak edhe tek opozita, zoti Berisha, sepse është e rëndësishme të dihet edhe qëndrimi i tyre. Pra, sipas mendimit tuaj, qëndrimi që kanë mbajtur partitë opozitare deri në këto momente tregon më shumë për verbimin vetëm nga qëllimi për të dëmtuar politikisht Albin Kurtin, apo po e respektojnë vullnetin e qytetarëve që i kanë votuar dhe ju kanë besuar ato vende në kuvend? Unë mendoj se më shumë qëndron kjo pjesa e dytë, sepse në bazë të deklarata publike nga dy partitë opozitare, më të mëdha Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, janë ato që nuk kanë dëshiruar në asnjë mënyrë që të kenë një koalicion me Lëvizjen dhe Vendosje apo ky mandat qeverisës 4 vjeçar, ne duhet ta themi me gojën plot se ka sjell dëme të jashtëzakonshme dhe potencialisht të pariparueshme shtetit gjatë kësaj qeverisje dhe duke parë këtë, atëherë unë mendoj që asnjëra nga partitë politike, as Lidhja Demokratike e Kosovës dhe as Partia Demokratike e Kosovës nuk do t'i ofroj bashkëpunim lëvizjes dhe vendosjes që të ecin tutje. Tu në fakt nuk ka se çka të dëmtohet lëvizja dhe vendosje nga asnjë parti politike, sepse të gjitha raportet ndërkombëtare, të gjitha analizat tregojnë se lëvizja dhe vendosje është duke dëmtuar praktikisht vetveten me mënyrën e qeverisjes dhe me kryenishtësinë e disa individëve që udhëheqin këtë parti politike, por gjithashtu edhe shtetin. Vendimet, absolutisht se ka pasur edhe vendime të mira dhe për çka gjithë ne i dua përkasim, por që mendoj se bashkëpunimi është ne jemi shtet pluralizë, domethënë shtet demokrat dhe nuk mundet një parti politike e cila do të qoftë ajo të diktoj le të themi rregullat e lojës në qeverisje të shtetit. Dua edhe mendimin tuaj sa i takon zgjedhjeve të parakohshme kur do qofshin ato, qoftë për 2 muaj apo ndoshta edhe diçka më shumë. Si e shihni pozicionin e vetvendosjes? A është dëmtuar gjatë kësaj periudhe apo mund të marrë një shumicë votash që do i mjaftonte më pas edhe për krijimin e institucioneve më vonë? Pra si e shihni në këtë pikë, qoftë vetvendosjen apo edhe partitë e tjera politike që do të marrin pjesë në zgjedhje? Kanë ndryshuar disi balancat? Atëherë, besoj që ju e dini të gjithë dhe jemi koshient ndaj asaj se zgjedhjet ne jemi akoma në proces zgjedhor në zgjedhjet lokale, pra për bashki si shifet në Shqipëri dhe komuna si shifet. Dhe raundi 2 është edhe të dielën pikërisht. Raundi 2 është të dielën, por kemi një indikator nga zgjedhjet lokale se lëvizja vendosje nuk është ajo që ishte para vitin 2021. Atëherë ka ndodhur një ndryshim drastik ku lëvizja vendosje fitoi mandatet më së shumti ku
dhe qeverisi, pra kishte ekzekutivin, legislativin dhe gjitha shtyllat kryesore të shtetit. Më duket kemi një ndërprerje, nuk I di apo dëgjoni. Shumë mirë, zoti Berisha. Ndjes se kemi shkëputje po paskoje. Dhe kësaj, unë mendoj që historia njëjtë, probabiliteti për të përsëritur historia njëjtë është jashtëzakonisht e vogël, gjithashtu duke dhe ju referuar statistikave nga zgjedhjet lokale. Ju e shihni lëvizjave të vendosë ka në balotazh disa prej komunave këtu në Prishtinë, por që elektorati definitivisht është shpërnda dhe tani se cila parti do të rritet dhe si do të jenë numrat, unë mendoj që kjo është më shumë I takon pjesës astrologjisë dhe nuk mendoj se mund të bëjmë një analizë të tillë, është pra të parashikojmë të ardhmen, por në bazë të asaj se çfarë kemi ne, unë mendoj se votuesi është, si më thon, është shpërnda, është decentralizuar dhe kemi një lloj barazie mes partive politike që unë mendoj që kjo sjell edhe kvalitet në mënyrë që mos kemi në pushtet vetëm një parti politike e cila do ta diktojë le të themi rregullat e lojës në çdo fushë të jetës dhe qeverisjes shtetërore. Kjo tregon shumë thjesht se duhet kemi marrëveshje politike, është pa evitueshme që kjo të arrihet dhe të krijohen edhe institucionet legjitime në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe kësaj të tutje. Në momentin që të krijohen këto institucione legjitime që ju thoni, qoftë edhe pas zgjedhjeve, a duhet që deputetët të mendojnë mirë, ndoshta të bëjnë edhe ndryshime kushtetuese për të mos mbetur më në ngërçe të kësaj natyre që ka shkaktuar me të vërtet dëme sa I takon jetës së qytetarëve në Kosovë dhe ndoshta efektet mund të jenë edhe përgjatë vitit të ardhshëm nëse buxheti vonon? Në mënyrë absolute po. Dhe njëri ndër ndryshimet që unë mendoj se është definitivisht e domosdoshme është që të fillohet le të themi diskutimet brenda Parlamentit të Republikës Kosovës dhe të fillohet një lloj bashkëpunimi me gjithë aktorët politik që janë le të themi hisedar në Parlamentin e Kosovës dhe të kemi ndryshime kushtetuese duke filluar nga zgjedhja e presidentit. Unë mendoj se zgjedhja e presidentit duhet të jetë nga qytetarët e Republikës Kosovës. Pra të krijohet një sistem presidencial ku presidenti zgjedhet nga qytetarët dhe jo nga parlamenti ashtu siç është tani. Sepse kemi pas edhe herave të tjera ngërçe politike, kemi pas domethënë tensione politike brenda parlamentit të Kosovës kur ka çështja e zgjedhjes së presidentit. Unë mendoj që presidenti duhet zgjedhur nga populli dhe jo nga parlamenti. Kështu që ndryshime kushtetuese definitivisht duhet të kemi. Ne e dim, jemi koshient gjithë ndaj asaj se lista serbe e cila I ka mandate të rezervuara sipas kushtetutës Republikës së Kosovës, e dim gjithë se do të shkaktojë telashe dhe probleme, ndoshta mund të dhe mos kemi një dhe themi ndryshime të mëdha kushtetuese në këtë aspekt, por që duhet të fillohet të diskutohet në këtë aspekt dhe ndryshimet kushtetuese definitivisht duhet të ndodhin. Faleminderit shumë zoti Berisha për analizën që bët për Radio CNN dhe gjithashtu faleminderit për kohën që na kushtuat. Ju faleminderit.